Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti ka folur hapur për tensionet aktuale mes Tiranës dhe Prishtinës, si dhe për plasjen direkte mes dy kryeministrave Edi Rama dhe Albin Kurti. I ftuar në një emision televiziv në RTS, Ahmeti theksoi se qëllimi i tij dhe i kryeministrit shqiptar ka qenë gjithmonë i mirë në raport me Kosovën, pavarësisht perceptimeve publike. As që kemi menduar, as kemi punuar ndonjëherë kundër saj. Përkundrazi, ne jemi përpjekur të punojmë për të mirën e çdo force politike në vend, tha Ahmeti. Mëtej, lideri i BDI-s konfirmoi se ai dhe kryeministri Rama janë përpjekur të ndikojnë në situatë, duke shfrytëzuar lidhjet me partnerët perëndimor. Ai zbuloi se kishte biseduar disa herë me Ramën për këtë çështje, i cili e kishte pyetur se si mund të dilet nga kjo situatë. Nuk jemi njerëz pa miq në Bruksel dhe Washington që mund të ndikojnë për Kosovën. Si unë si Rama, ja kemi thënë shqetësimet e tyre Albin Kurtit, por nuk ka pasur reagim, tha kreu i BDI-s, duke lënë të kuptohet se pengesa qëndron te mungesa e bashkëpunimit nga pala e Prishtinës. Ahmeti theksoi se në vend të përçarjes si gjithë rajoni ka nevojë urgjente për unitet, veçanërisht Kosova, përballë sfidave të proceseve integruese. Na duhet shumë unitet, ka shumë punë Kosova para për antarësimin në BE. Kemi nevojë më sup të jemi bashkë, sepse proceset integruese janë të rëndësishme si për Kosovën, Shqipërinë si dhe për Maqedoninë e Veriut, apeloi Ahmeti. Ai shtoi më vonë se ndonse Kurti ka ndërhyrë në disa raste në çështjet e Maqedonisë së Veriut, unë personalisht kur nuk do të ndërhyja, duke shprehur qëndrimin se politika duhet të krijojë forcim dhe jo përçarje mes shqiptarëve në Ballkan. Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, e ka thumbuar kreun e qeverisë shqiptare Edi Rama lidhur me protestën e thirrur për të mbajtur ditën e nesërme në Tiranë për lirimin e liderëve të UÇK-s, të cilën bëhen para burgimin e Hagës. Kurti shprehet se lëvizja vetëvendosje qëndron krah qytetarëve të cilët protestojnë dhe kërkojnë drejtësi për ish-krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, por thekson se ata që sot dalin në kundërshtim me gjykatën speciale dje ishin lobuesit më të mëdhenj për themelimin e saj. Albin Kurti në postimin e bërë në faqen zyrtare e televizjes vetëvendosje thekson rolin e kryeministrit Edi Rama, duke shtuar se kreu i qeverisë shqiptare ka shkuar në Kosovë në një vizitë emergjente me helikopter për të bindur palët që të votonin pro themelimit të kësaj gjykate. Ndaj shton Kurti, ai duhet të tregojë pendes lidhur me qëndrimet sipas tij të gabuara që kanë mbajtur në të kaluarën. Për ecjen tonë të sinqert përpara, si shtet e si kom, duhet me patjetër të reflektojmë mbi qëndrimet tona karshi kësaj gjykate në kohën kur u themelua. Reflektimi nuk është gabim, por në këtë drejtim shumë nga ata që sot dalin në kundërshtim me gjykatën speciale dje ishin lobuesit më të mëdhenj për themelimin e saj, shkruhet në postim, duke shtuar se para se të protestojnë këta aktorë dhe politikanë, duhet të tregojnë të paktën një minimum pendese për qëndrimet e tyre të gabuara në të kaluarën. Një shembull i qartë është vetë kryeministri aktual i Shqipërisë, Edi Rama, i cili madje kishte ardhur në Kosovë në vizitë emergjente me helikopter për të bindur palët këtu që të votonin pro themelimit të kësaj gjykate. Lëvizja vetëvendosje nënvizon se qëndron në krah të gjithë qytetarëve që protestojnë e kërkojnë drejtësi për ish-krerët e UÇK-s në Tiranë. Qëndrimi ynë për gjykatën speciale mbetet i pandryshuar, thon ata. Kujtojmë se gjykata speciale nuk erdhi vetvetiu, por nisi që në vitin 2008 nga një rezolutë propozuar në Këshillin e Europës nga kryesuesi i deputetëve të Federatës Ruse në Asamblen Parlamentare të KS, Konstantin Kosaçev, por që u miratua si rezolutë me propozim të senatorit Dick Marty në vitin 2011. Lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka qenë e drejtë dhe e domosdoshme. Në anën tjetër, pretendimi i prokurorisë se brenda UÇK-s ka ekzistuar një grup kriminal është i pasakt dhe i padrejtë. UÇK-ja nuk ka qenë ndërmarrje kriminale dhe nuk ka pasur struktura të tilla. Përkundrazi, për krimet e luftës duhet të gjykohet Serbia. Ajo është shkaktarja e gjenocidit dhe krimeve masive e sistematike ndaj popullit të Kosovës. Mirëpo për ecjen tonë të sinqert përpara si shtet e si kom, duhet me patjetër të reflektojmë mbi qëndrimet tona karshi kësaj gjykate në kohën kur u themelua. Reflektimi nuk është gabim, por në këtë drejtim shumë nga ata që sot dalin në kundërshtim me gjykatën speciale dje ishin lobuesit më të mëdhenj për themelimin e saj. Para se të protestojnë, këta aktorë dhe politikanë duhet të tregojnë të paktën një minimum pendese për qëndrimet e tyre të gabuara në të kaluarën. Lëvizja vetëvendosje si atëherë më 2015 dhe si sot më 2025 është e palëkundur se drejtësia duhet të ndriçojë të vërtetën dhe e vërteta nuk ka se të jetë ndryshe, verse në anën e luftës dhe përpjekjes së pajepur të popullit të Kosovës për çlirim me pavarësi sikur popujt e tjerë. Në anën tjetër, institucionet e Shqipërisë
si shtetë antar i OKB-s, i Këshillit të Evropës, i OSBE-s dhe NATO-s, shumë pranë Bashkimit Evropian, kanë përgjegjësinë dhe mundësinë që këtë çështje ta ngrejnë në këto forume ndërkombëtare, aty ku flitet e vendoset për drejtësi, e jo në sheshin Skënderbej në Tiranë. Po ashtu shtetet mike të Kosovës që tashmë gëzojnë antarësi në këto organizata, duhet të bëjnë shumë më tepër për ta mbrojtur të vërtetën e luftës sonë dhe për të çuar përpara drejtësinë, njëjtë siç duhet bërë më shumë në këto forume për njohjen e gjenocidit dhe gjykimin e krimeve kundër njerëzimit, krimeve të luftës që Serbia i ka kryer në Kosovë e në mbar Ballkanin, shkruan vetëvendosje. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas një statusi të lëvizjes vetëvendosje, e cila e ka cilësuar kreun e qeverisë shqiptare si një prej mbështetësve dhe lobistëve kryesor për krijimin e gjykatës speciale në Hag. Rama shkruan se gjykata speciale u ngrit për trafikun e organeve, jo për të marrë peng presidentin e Republikës së Kosovës. Lëvizja vetëvendosje më pas ka kushtuar një çarçaf të gjatë, ku shkruan se përpara 10 vjetësh unë pas kam qenë pro, kurse ajo pas ka qenë kundër gjykatës speciale. Ndërkohë unë e kam denoncuar farsën ndaj Hashim Thaçit e të tjerëve, kudo ka qenë rasti, a nevoja, ndërsa lëvizja dihet se sa ka lëvizur në atë drejtim, por unë s'jam në asnjë lloj gare me lëvizjen dhe më vjen keq që lëvizja i ngatron marrëdhëniet institucionale të Kosovës me Shqipërinë në çorbën e balotazheve komunale, ndërsa përqendrimet e para 10 viteve, kur ajo nuk njihte as himnin e Kosovës e jo më pafajësinë e Hashim Thaçit, të cilin do ta donte përjetësisht në Hag, i kujtoi lëvizjes se gjykata speciale u ngrit për trafikun e organeve, jo për të marrë peng presidentin e Republikës së Kosovës. Dhe e fundit, unë as nuk jam organizator e as nuk jam folës si protestës gjithkombëtare drejtësi për çlirimtarët, të cilën e mbështes me gjithë zemër, e do t'i bashkohesha si pjesëmarrës i thjesht nëse nuk do të isha i vetëdijshëm se çdo politizim me dashje ose jo i asaj nisme do të dëmtonte qëllimin dhe popularitetin e saj, shkruan Edi Rama në rrjetet sociale.